Në 2030, infrastrukturë të transformuar. Mjediset e gjykatave dhe prokurorive nuk janë dinjitoze. Kryeministri Edi Rama në podcastin e tij Flasim ka thënë se është ndërtuar masterplani për godinat e reja të drejtësisë. Rama u shpreh se nuk mund vazhdohet më me mjedise gjykatash e prokurorisht që janë larg të qenurit dinjitoze. Mëtej, kryeministri tha se infrastruktura e godinave të drejtësisë do të transformohet deri në vitin 2030. Një tjetër projekt i domosdoshëm është masterplani i ndërtimit të godinave të drejtësisë. Kanë vënë re me keqardhje që vetë qeverisja e sistemit të drejtësisë fal pavarësisë së plotë që ju dha atij sistemi me reformën në drejtësi. Ndër ato të qalat e veta ka edhe dobësinë e madhe në administrimin e infrastrukturës, në projektimin, në transportimin e infrastrukturës. Transformimi i godinave pa projekte të besueshme është mision i pamundur. Kemi vendosur që edhe këtë mision ta marrim përsipër vetë. Në Shqipërinë 2030 të kemi një infrastrukturë tërësisht të transformuar godinave, se nuk mund të vazhdojmë me armtalim, me hapësira dhe mjedise gjykatash e prokurorish që janë shumë larg të qenurit dinjitoze. Nuk mund të vazhdojmë me ngushtësira që pastaj përkthehen me një performancë që le shumë për të dëshiruar, tha Rama.